Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Fillojmë me emrin e Allahut, gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Mirësevini, vëllezër të ndershëm, motra të ndershme në ligjëratën e 12 të radhës, sipas programit që kemi përpiluar për këtë muaj të bereqetshëm. Mirësevini në këto tematika që kanë të bëjnë me etikën dhe moralin të muslimanit. Gjitha këtë pjesë dhe ligjëratët që i kemi, mëshira, butësia, vetë kontrolli, të gjitha si i banë dhe djetë dhe parti jenë të ndërlidhura me zveti. Dje mbaruan për fjallë tona, mbaruan bisedën për etikën individuale. Folëm për urdhëresat, folëm për ndalesat, folëm për të lejuarat për emergjencë, dhe tani do të qojmë diçka për të lejuarat që jenë absolutisht i ka leju Allahu Gjeleshanuhu, që ne si besimtar duhet të njohim fejen tonë, të njohim islamin tonë, të njohim vijat e kuqe të cilat i ka përmend Allahu Gjeleshanuhu mos me i te garuar, dhe të njohim kufit tona, të njohim kufit tona që kemi drejt me u kënaqë në këtë jetë. Po është me emrin Allah gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Pjesa e dytë tani ka të bëjë me etikën familjare. Pika nr. 1, etika ndaj prindërve, obligimet tona ndaj prindërve. Pastaj është etika bashkëtorë dhe etika trashëgimisë. Në këtë formë të detajuara, kërkoj për ju shpak të jeni të moment që se kemi shumë detaje të përmendura në Kur'an në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë. Sa i përket etikës familjare, kodit familjar në fejen islame, kemi obligimet tona, kodin tonë ndaj prindërve dhe familje, kemi obligimet tona bashkëtorë në familje, mes burrit dhe gruas, po është edhe çështja familjare, etika dhe kodi i trashëgimisë. Çka ka thënë feja islame, çka ka zbrit Allahu nga qielli për të mirën e njerëzisë, këta janë disa pika më rëndësi për fëmijët tonë, për bashkëshortet tona, po edhe kur vdesim, atë pasuri, atë mall duhet ta trashëgoj dikush. Edhe këtu Kur'ani ka folë për këtë çështje në mënyrë të detajuar. Sa i përket obligimeve tona ndaj prindërve dhe familje, numër 1 është me rëndësi të kuptojmë mirësinë tonë ndaj prindërve. Ata cilët i kanë prindërit gjallë, duhet të jenë të kujdesshëm dhe duhet të falenderojnë Allahu Gjeleshanuhu që akoma i kanë dyert e xhennetit të hapura. Mundën nëpërmjet mirësisë së tyre ndaj babas dhe nanës me siguruar xhennetin e tyre. E kush i ka prindërit gjallë, duhet të jetë i gëzueshëm dhe të jetë i kujdesshëm dhe të ketë kujdes se si po sillet me ta. Sepse Allahu ka thënë në Kur'an urdhër që na mos t'i besojmë askujt tjetër përveç Allahut dhe të sillemi mirë me prindërit tanë, të sillemi në mënyrë bamirëse ndaj prindërve. Tash normal jetë vazhdon prindërit plagën, Allah po thotë, i kujdes, nëse dy prindërit 20 veçnia jenë plagë, ki kujdes se si po sillesh me ata, ose njeri prej tyre është plagë për tjetëri ka vdekë, ki kujdes o musliman se si po sillesh me ta, nuk ki drejt me thana as uf apo oh, ti mu më nervozohet prej babës apo prej nanës. Nuk ketë drejt me shprej idhrimin tënd, mos pajtimin tënd, mos kënaqësinë tënde, ti nuk ketë drejt
guxon, sepse haku i babës dhe i nanës është tetë i madh. Nuk tregohet sa është haku i tyre, prandaj fëmijët kanë për obligim të jenë të kujdesshëm ndaj prindërve të tyre dhe mos t'i shprehin as të fjalët uf në Kur'an përmendet, apo në gjuhë shqipe që ka themi na, dikush prej nervozës, bre baba çka për ty, po më lodhe bre, po me njëherë reagojnë negativisht. Nuk guxojmë në këtë formë të sillim. Gjuna e kemi, haram e kemi. Edhe duhesh më lut për ata, o Zot, më shërej prindërit e mi, tregoj mëshirë ndaj tyre sikur sa ata më kanë mëshiruar kur kam qenë në bebe i vogël. Sa mëshirë kam pas prindërit ndaj neve kur kemi qenë në vegjël, e kanë lë gjumin, e kanë lë ushqimin, e kanë lë gjithë jetën e tyre e ka kushtuar rahatis tande dhe rahatis time. Prandaj duhet të jemi të kujdesshëm, do të jem tri. Ndaj prindërve tanë, edhe na dikush për nesh që është i moshuar, duhet të jemi të kujdesshëm. Kjo është me rëndësi. Rëndësia tjetër në këtë kodin familjar, po etik, kujdesi për jetën e familje. Shumë do të pas kujdes për familje, se si po edukohen, me çfarë shoqëri po shoqërohen, dhe të punojmë për familje ditë e natë, për para në gjahilijet, para islamit, nga friga araft e gadishullit arabik, nga friga e ushqimit, që fëmijët mos të ushqejnë me prindërit, qaq urt jenë treguar me të aspektin mendor, kanë shku dhe i kanë byt fëmijët e tyre, vetëm që mos ushqejnë me prindërit. E Allahu ka thënë në Kur'an, mos i mbytni, na u asigurojmë juve rizikun, ushqimin e tyre edhe atyre. Mos gaboni me i mbyt ata fëmijë pa fajshëm. Shkaku i mungesës, shkaku i ushqimit, shkaku i krizës financiare, Allahu asiguron juve ushqimin, Allahu asiguron jetën juve. E prandaj, tu shumë rëndësi, wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, edhe ajeti tjetër min imlaq. Khashyata imlaq, mos i mbytni fëmijët e tuaj fil mustaqbal, në të ardhmen. Do të rrezikohet rroga ime, do t'i harxoj parat e mia, jo, nuk do zoti me mendo kështu. Wala taqtulu auladakum min imlaq, kjo është në vakt el hadir që tash, as tani nuk do zoti me mendo kështu. Sa Allahu a që në të në rizikun edhe juve. Edukimi fëmijëve, shkollat, se u po mësojmë, çfarë edukator kanë, çfarë mësues kanë, është borx i prindërve, i babas dhe i nanës, për me e zgjedhë shkollën më të mirë, mësuesin më të mirë, edukatorin më të mirë për fëmijën e tij, për djalin e tij. Pse kështu? Sepse Allah po thotë në Kur'an, o ju që besuat, ruani veten tuaj dhe familjen tuaj prej zjarrit të xhenemit. Keni kujdes. Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Keni kujdes që veten tuaj ta ruani nga zjarri i xhenemit, po edhe familjen tuaja. Mos thuaj vetëm le të shkon në shkollë, le ta marr një diplomë, le ta marr një zanat, jo duhet me shikues se çfarë zanati ka marrë. Çfarë shkolla po mëson? Kush po mëson atë fëmijë apo atë vajzë? Është përgjegjësi fetare, ka ardhur feja islame, në ka ardhur Kur'ani dhe na ka dhënë këtë etikën, këtë kodin familjar, se si të sillemi. Allah i ka thënë dhe pejgamberit, thuaj o pejgamber grave tuaja, bijave tua dhe grave besimtarve, që ata fëmijët le t'i vënë shamit, le ta mblojnë trupin e tyre, pse që është më afër që ato të njihen që jenë gra besimtare muslimane, sepse në atë kohë ka pas edhe robresha. Kështu ka qenë rregulli i trashëguar prej romanëve, prej bizantëve, prej persianëve. Feja islame se ka pru robreshat, jo. Robrimi ka qenë robria në gadishullin arabik. Persianët para arabëve ka pas, romakët e ka pas, indianët e ka pas, inezët e ka pas. E kur ka ardhur pejgamberi alayhis salam, ka qenë tregu i robreshave. E normal robreshat kanë darë të shveshura, jo të veshura të mirë. E tani duhet mu dallu.
cila është e lirë dhe cila është robresh, cila është e martuar e ka borë i familje dhe cila nuk është e martuar. E Allah ka thënë, thuje pejgamber grave tua, grave të besimtarve, dhe t'i vënë shamite e veta mbi trupin e tyre, pse kjo është ma afër, ato më njohë se nuk jenë rrugaqe, nuk jenë robresha. Shifni çfarë etik, çfarë rregullora për mëson Kur'ani. Prandaj obligimi familjar duhet jemi të kujdesshëm shumë topika për prindërit, për familjen tanë, për edukimin e tyre, sepse është përgjegjësi kuranore, është edhe përgjegjësi familjare. Pas këtij obligimi o vëllezër të ndershëm, tani vim te etika bashkëtorë. Te etika bashkëtorë të morali mes dy çifteve, edhe ku feja islame na ka udhëzuar siç parë jetë të kemi, se si ta zhvillojmë jetën tonë familjare apo institucionin tonë familjare martësore. Në Kur'an kemi lidhje martësore të ndaluara detajisht. Kur'ani ka ardhur për me i tregu kufit çka janë halal dhe kufit çka nuk janë halal. Allahu Gjeleshanu me të kuqe në ka ndaluar, po për të mos të zhvillojmë lidhje martësore me idhujtar, me ata cilët nuk besojnë në Zot, i besojnë po përmendorave, putrave, idoleve, ata janë idhujtar, mushrik, i thënë gjuhën e Kur'anit. Nuk është as krishter, as qifut, po ose është budist, ose hindu, apo është idhujtare, beson gjona, figura ndryshme, po që kanë vizatuar të tjerët, e na duhet të jemi të kujdesshëm, martesë të guxojnë të martu me idhujtare. As me marrë idhujtaren, po as edhe me dhanë të idhujtarin vajzën tonë. E Allah po thotë, edhe nëse idhujtarja, mushrikja është e bukur dhe e mirë, jo mu martu me ta. Ma mirë mu martu, a jeti Koranit po thotë me një e robresh që është besimtare, se sa me një idhujtare që është e lirë dhe nuk është robresh. Ma mirë e vladin këtë nëse vjetë puna me martu me një besimtar, se sa me martuar me një idhujtar, mushrik i cili është pagan, si mushrik të Mekës. Kanë bo zotë në prej gurzive, po prej lisave, prej krujve, edhe i kanë besu, i kanë konsideruar për zotë. Kjo është dalume. Pastaj kemi kode martesore. Kemi botën tonë sot, gratë të cilat të ushtërën zanatin e prostitucionit, po është edhe bura. Allah po thotë keni kujdes, ata cilët kanë amoralitet dhe bëjnë amoralitet, ata martohen me zveti, s'kanë lidhje me muslimat dhe besimtar që jenë të pastër dhe që nuk mirën me këtë zanat, me këtë profesion. Nuk guxojnë ata më bashku në familje tona të pastërta. Kaptinë surët Nur, kaptina Nur, surët Nur është surëja e dritës të vlazën. Të këshilloj të vetën edhe juve që gratë tona edhe fëmijët tonë me mësu përmend që kaptinë surët Nur. Krejt që kanë bëjnë sekretet e grave, të drejtat e grave, kufit e veshjes, po hyrjes, daljes, janë të përmendura në surët Nur. Prandaj mundohni me lexu sate inshallah për trengën në shtëpi dhe me mësu përmend që komentimin me meditim të kësaj sureje. Të kodi familjar, na ka ndaluar Allahu Gjeleshanu të martoheni, jenë vijat kuqe. A bedini o vllazër, në civilizimi kines dhe indian dhe persian, kanë bërë martesa familjare mes veti. Mbretërit, princat e mëdhaj, kështu na thot historia. Dhe ne kemi një prezentim special për feminizmin dhe çështjet problemet e grave gjatë tërë historisë njerëzore. Deri sot, në civilizimet e hershme ka ndodhur martesa familjare. Brenda familjes është martuar babai me bijën, vllau me motrën, motra me vllaun e kështu me radhë. Ka ardhur feja islame dritë për njerëzin, dritë për botën, dhe i ka thënë Allahu Gjeleshanu, hurrimet alejkum
dhe 24 jenë vija kuqe të martesës. Nuk guxon martesa me zhvillu në këtë formë. Ka ardhur feja islame, ka zbrit ligji i Allahut, kodi, kushtetuta e Kur'anit dhe na ka treguar këto vija të cilat ne mundemi me pas të drejtë me zhvillu jetën tonë familjare. Po vazhdon kodi etik përsëri gjatë Kur'anit, etika bashkërtore, po të pyesin ty o Muhammed, çka është e lejuar dhe çka është halal. I kemi lidhjet martësore të lejuara, po kemi edhe lidhje martësore jo të lejuara. Lidhjet martësore të lejuara që i përmendëm, çdo besimtar apo besimtare i cili është idhëtar i një libri, Biblës apo Tevratit, krishter apo çifute, lejohet të martohet. Për ndryshe, në besime tjera nuk lejohet. Nuk lejohet me kinezët, me japonezët, me tajlandezët, me vietnamezët, ma ata nuk lejohet asnjësi sepse ato janë shumica janë budista dhe janë hinduista dhe nuk janë besimtar të një besimi që ka libër të shpallur. Edhe pse këto libra janë të devijuara, një përderisa është libri, Kur'ani na ka lejuar. Pyesi ti o Muhammed, çka është e lejuar për të martuar? Thuhet janë të lejuara për femrat e ndershme besimtare dhe femrat e ndershme që atyre është dhënë libri para jush. Kush cili pejgamber ka pas librin para neve? Hazreti Isa. E para Hazreti Isës ka qenë Hazreti Musa. Prandaj, nëse ata të cilët ju ka dhënë libri para neve, po lejohet. Për ndryshe nuk lejohet. Po vazhdon ajeti, Allahu xhaleshanu do thotë, pos këtyre që i kanë treguar Allahu në Kur'an, në surën Nisa, dalon nëna tuaja, motra tuaja, bija tuaja, bija Allahut, bija motrës, hallat tuaja, kështu me radhë, Allahu pastaj po thotë, pos këtyre po janë lejuar ju që të tjerë që të martoni dhe të zhvilloni jetën tuaj. Për na shihni sa është interesuar apo sa është kujdesur feja islame për jetën e muslimanit, se si zhvillohet kodi etik, po kushtetuta martësore. Po vazhdojmë përsëri te kodi etik në këtë aspekt, po kemi mehri, dhurata e kurorëzimit, që kjo është shumë e rëndësishme që gjatë martesës edhe kjo të jipet për marton dikush dikën. E marton djalli vajzën e fulanit, aty është një dhuratë speciale që quhet po gjuhën e fesë islame mehri apo paja, dhurata shpirtërore speciale që i dedikohet gruas. Kjo dhuratë speciale mehri nuk ka definicion të caktuar, marrët me traditës dhe vendit dhe rangut të familjes. Pa duhet me dhënë diçka, duhet patjetër me dhënë diçka. Sa e vërteton nëse e cakton tradita. Ajo e këshyra ajo vajzë këshyr, po vajzën e haxhës, vajzën e dajës, vajzën e tezës, që të roni, sa ka pas ajo mehrit edhe ajo e mehrit. Disa vende është mandat mehri, është ajo shuma të hollave që jipet, apo lirave, ma shumë, disa vende është ma pak, në varët pi vendit dhe traditës. Pa duhet me dhanë. Dhe se kjo nuk lejohet buri me e prej këtë meher as pak, kjo është dhuratë speciale e gruas. Va atun nisane sadaqatihinne nihne, jepnu grave tuaja mehrin dhuratë, hedije, farzën i Zotit Gjeleshanu e kini. Kështu ka thonë në Imam Kurtubiu, kërë ka po tefsir këta jetin surët Nisa, nihne, në hedijetën, po, faridatën min Allah, dhurat i Zotit Gjeleshanu dhe nuk guxoni ju asnjësi me e prek atë. Sepse kjo është lidhje e shajtë kuror martësore, lidhje e forë, edhe në raste, nuk kujdiset. Kimia, ADN-ja, gjaku nuk kujdiset me dy palme, vjen puna për më ndajt, nuk guxon muslimani me e marë 1 cent prej gruas së tij që e ka dhënë kur është martuar.
Thot dikush në djeveri për i këllor shondra, Allah thot Kur'an wa atejtum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a. Edhe me dhonë këtë dynjan, këtë pasoni që e këtë gruz, kërë ki martu, nëse se ka bo Allahu kësmet me vazhdu e jetën, dhe ka ardhë koha dhe gjërtëndarja, nuk gëzën ta marish një cent haram e kije. Pse? Sepse Kur'ani më dhëtë, wa kejfe të khudhunahu, Allah dhëtë, është që di me ju o mora o musliman, s'kjo vjen tërë. Si për mërë një atë para për sëri pranë, bëkat efla ba'dukum ila ba'd, e ju jeni bashkuar në emrin Zotit për i Zot Zotit. Qysh për mërë edhe njerë? Kjo është kurore shrejt, kurore e fortë, dhe nuk gëzën muslimani me marë, e ka ngrit vlerën e gruas, e ka ngrit vlerën pozitën e saj, kjo në dhurat speciale. Andërsa banesa, hargjimet e martesës, hargjimet e darsës, ta nuk përzien me këtë. Kjo qëtje shumë e definune në shëriatin islam. Pse objektivat e martesës, këtë dalim në pak buqyr të martesat, si kurse këto seminarët anglisht që për i bëjmë, ditë të djenën e kaluar që e bëna, pse martesa ka objektiva, duhet të arjet paqe shpirtërore, dashuri dhe mëshirë. Qëto tri farze i ka martesa në islam. Li teskunu i lejha, me gjithë prahatim shpirtërore. Vaja'ale bejnekum mawaddatan wa rahme, ka bë mes jush dashuri plus edhe mëshirë. E veri islame e këshur qetësim, e këshur dashurin, po këshur edhe dhimbje ndaj njëri tjetrit. Arinia sodit, të vajzat e sodit, po shoqërit të infektuara nga mosbesimet, nga rrymat të ndryshme, po shikojnë vetëm dashurin romantike, dashurin momentare, ndërsa mëshirën dhe qetësinë shpirtërore, paqen shpirtërore, kjo nuk diskutohet fare. E kjo është tani, si me thonë, metodologjia jo islame, rrymat jo islame për me prishë rinin. Bashkoheni si ata në për filma që bashkohen, pastaj edhe shkatroheni si ata si shkatrohen në për drama e filma që për i shohin. Dini në islam, para se të bashkoheni ka obligime, ka kujdesje, ka marrje leje të prindërve, duhet me marrë autorizimin e prindërve, duhet me marrë përqimin e tyre, miratimin e tyre, kushte, sa të doni. Po kur vinë mu bashku në emën të Zotit, bashkohë në emën të Zotit, pastaj edhe të prishet për gjithë çka martesa. Po në njëherë nervoze, po në njëherë po fjala. Këtë është normale kjo. Pejgamberit alayhis salam i kanë figurat fjala. Pejgamberit njeri o të matë mirë të Allah o gjelesharë në zotëriu të gjithë pejgamberve grati kanë fjala. Edhe ka bësabër, ka duruar, ka te kaluar. E kam menaxhuar situatën, kush jeti me mua, që nuk fëdoron, jo nuk du gruaja asnjë fjalë me kthy mua, nuk du nusja asnjë fjalë me ma refuzuar. E kush jeti? Ti je një njeri i thjesht, jetë ardhe në ditë do të vdesish, sikur se tërë bota që jetojnë dhe vdesin, po duhet jeta familjare më menaxhuar, me durim, me mirë kuptim, nëse doli këto mos marrëveshje, me tejkalim, me sabër, me bismillah, po edhe vazhdo një jetën. Kështu na mëson feja islame, sepse objektivat e martesës e do të realizohen. A kemi mëshirë në mes veti, a mëdhimet me gruaja po? Unë i dhimë masaj po, jo plus i marë. Numër 2, kur jeni rahat, a je rahat që kesh? A e ke zemrën të qetë në paqe me të po? Në rregull. Numër 3, po, dashuri. A i ke dhënë dashuri? Po. Ajo ka dhënë po. Jetë realizu këto 3 kushte. Po do njerë shejtani po vinë në mes e normal është kjo. Shejtani në pjesë i pandashëm i jetës tonë. E qatë po me këmbje shejtani, thuj a'udhu billahi minash shejtanir rajim, dhirë prej dhomës, dhirë prej shtëpijës, merr abdes, po lirë atë mezhlis, mos rri aty me njerë si avokati me marrë pyetje të akuzuarin, e prandaj kështu menaxhohet jeta. Kjo është kodi etik familjar që Allah Gjeleshana ka shpallë në Kur'an. Po, prandaj do të pëlqen me ekzistuar dhe vullneti, pëlqimi, jo dhuna,
Edhe në martesë duhet të ekzistojë pëlqimi, jo me dhumi martëdija tona, apo motra tona, apo vajza tona, po duhet me qenë pajtimi dhe pëlqimi i dy parëve. E kjo është shumë në rëndësi se si po kujdiset, apo se si po vendoset familja. Për kodit familjar, barazien e të drejta dhe obligime, konsultim me pas mes dy qifteve, sjellje njerëzore me pas, sjellje të mirë në rast urrëtie. Po, barazia të obligimeve, Sheriati Islam nuk I don obligimet fetare me gruas, ajo I ka obligimet e ditura, nuk e ngarkon feja ato sa s'mundet, ti I ki obligimet e tua të ditura, nuk të ngarkon feja Islame sa s'duhet. Në rast se kemi ndonjë problem, për shembull Kurani përmend, e nëse pas një konsultimi burri dhe gruaja ka foshnjë, po tani dëshiron me largu penqierit, e po një konsultim me burrin, ata dojnë me nga gjeri, dhe jo, ati hapim dikujt tjetër, është qëllimi me konsultim. Çdo vendim që ka të mirën, duhet të mirën me konsultim me zburit dhe gruas. Sjellje njerëzore, duhet me pas kujdes buri me gruan dhe gruaja me burin e saj, se si po sillen, sepse duhet të kemi të kujdesshëm dhe duhet të respektojmë njëri tjetrin dhe t'i frikojmë Allahu xhaleshanu, sepse janë obligime. Këta janë vijat kuqe, këta janë kodi cili I shariatit Islam, I Kur'anit, për me rregullu familje. Po, mirë sjellje në rast të urrëtie, silloni mirë me to, e në qoftë nuk ju pëlqen aq shumë në diçka prej tyre, duroni, sepse është e mundur që juve diçka të mos u pëlqejë, por që Perëndia në atë do t'ju sjellë shumë të mira. Fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Dashka mos u pëlqen diçka prej gruas time, po Allah do të bëjë sabër, se ndoshta ti diçka ty nuk të pëlqen, po bën durim se për çeta Allah ka me pru hajër shumë, ka me bekua akoma më shumë. Nuk bën për një minus të vogël, për një problem vogël, me shkatërru familjen dhe mu deklaroj jo, nuk të dua, jo ti si e për mua e kështu me radhë. Këto rrymat bashkëkohore, këto kultura bashkëkohore kanë ndikuar negativisht pjesin tonë dhe na kanë prish dhe të drejtat bashkëtorë përsëri problemet martësore që kemi, po duhet të kemi kujdes për pajtim gjithmonë shkullërzimin, nëse vjen puna të shkullërzimit dhe dispozita që kanë të bëjnë me të, është një prezentim special, një ligjërat speciale e kemi përgatit rregullore nëse vjen puna gjerë aty. Prandaj këto çështje të vllazën e motra, rreth kodit martësor, po duhet të referohemi po në prezantime tjera. Dhe se fund për ardhë, në fund për mbaroj, etika trashëgimis, tash burri dhe gruaja dhe fëmia, në atë moment kur vdesin, meshkujt kanë hise prej trashëgimis së babës së tyre, femrat kanë hise prej trashëgimis së babës së tyre, po edhe të afërmit. Lirrijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun wal nisa. Allah po vazhdon në Kur'an. Meshkujve ju takon pjesë nga pasuria që e lën prindërit të afërmit pas vdekjes, dhe femrave ju takon pjesë nga ajo që e lën prindërit të afërmit. Nuk bën në akoma mos sjell në këtë kohë, qysh në sjell dikuri, motra nuk bën me marr hisën prej vllaznive, nuk bën me marr motra hisën prej babës, se nëse e merr hisën pjesën e saj, vllaznia ja fshehin derën, më nuk e lën me vizitu ato. Këta e tradita gjahilietit, këta e tradita jo islame, këta e tradita kundër drejtës njerëzore. Pse e merr motra hisën prej babës tim, pse unë me largu motrën, pse me urrejt motrën? Unë i marr dy hise, ajo e merr një hise, se shkon te burri interesohet për ata, dhe burri I jep asaj, ndërsa unë do të martohem, do ta bëj shtëpinë, e do t'i bëj fëmijë, mu duhet pasuri më tepër. Kjo është logjike do të pse Kurani ka lënë dy hise mashkullit dhe një hise e femrës. Sot në lëvizje ka feminizmi në Kosovë dhe Gjergjiu, po mundohen me barazu hisën e femrës me hisën e mashkullit. Në aspektin ligjor, jenë lajmet e fundit, jenë do me thonë debatet e fundit, po për drejtën e njeriut, duhet edhe vajza me marrë hisën njëjtë I babës sikur se vllau. Bili,
kanë pro ligjë dhe jetë duke diskutuar projekt ligjin për me marrë hisën para se me vdek baba. Hisja trashëginia mirathi nuk mirët para se me vdek, ajo dhura. Trashëginia mirët pas vdekjes. A në sot, sa jam gjallë, për i këmë dhënë vajzës time, një shpi, ka këmë dhënë një makinë, ka këmë dhënë 10.000 euro, ka janë dhurat, i dije. Nuk o hise, që mos t'i përzin këto çështjet e fesë Islam Allahu të ndërshëm. Se me studentët shkojnë hapa për me komentu kretë shariatin Islamit, se si shkon dhe se si funksionon. Po unë e kom dhe, as nuk kom lënë fëmi, as nuk kom lënë vajzë, as nuk me kom lënë djallin e haqës, e kom lënë djallin e halës, atë vinë dhe të afërmi. Edhe ata marrë një hise, sepse është lidhja familjare. I lutëm me Allahu Gjeleshanu tani të detajet e trashëgimisë. Allah ju urdhëron çështën e trashëgimisë fëmijët tuaj, për mashkull një hise sa për 2 femra. Nëse e trashëgimtare vetëm femra, 2 e më shumë atyre ju takon 2/3 e pasurisë. Nëse është një femra, asaj takon gjysma. Për prindërit për secilin nga ata u takon 1/6. Në qoftë se i vdekur nuk ka fëmijë, ata trashëgojnë vetëm prindërit, atëherë nënës të tij takon 1/3. Krejt surët të Nisa, faqen e 2 t'i keni këta të detaje. Krejt me gram, sa që besëm një vëllezër në Egjipt, kanë ardhur krishterët e Egjiptit, të djetarët e Egjiptit, ju lutëm me na ndihmu neve se si bëhet trashëgimia sipas Islamit. Na jemi krishterë, po dëshirojmë me bajt pasurinë sipas kodit Islam. Dhe kanë ardhur të myftit e Egjiptit, myftit e Azharit, dhe e kanë dhajt pasurinë kështu në mënyrë të përpikt, pa ja shkel drejtën askujt. Kjo është historinë islame e ditur. E prandaj e vllazë, këta janë ligjet e Allahut dhe dispozitat e saktuara prej Allahut dhe të dërguarit të tij. Prandaj këto është bule pejgamberit, kjo është bule Allahu Gjeleshanu, s'ka kush që e prishtet. Kështu Kurani ka ardhur në nxjerr neve nga teri i paditurisë, nga teri i sjelljes të këqija, nga zullumi që i kanë bërë vajzave grave e familjeve njëri tjetrin, ka ardhur Kurani libri Allahu Gjeleshanu po për me shpëtu njerëzimin. I lutem me Allahu Gjeleshanu me na ndihmu me kuptu fenë Islam ashtu si duhet. Ju faleminderit për nderën dhe respektin. Ju faleminderit për kohën. Besoj që kemi qenë të qartë me shpjegu diçka sa i përket kodit Islam, etik, e pastaj vazhdojnë edhe tematika tjera me izin Zotit, do të vazhdojmë nesër. Shumë është interesante që të prezentoni dhe ta shihni bukurinë e fesë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi